Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur teleshikues, mirë se po takojmë në këtë ditë të bekuar në emisionin ton dhe tuajin të muajit madhreshëm Ramazan, që kemi misionin të lexojmë së bashku. Zatën nga sot pothuajse mund t'i numërojmë ditët mbrapsht, duke pas parasysh se të diel tjetër në këtë muaj të madhreshëm Ramazan nuk ka. Ashtu siç e don rendi, ne do të lexojmë pjesën që i përket hoxhës dhe sot jemi me faqen 426 sipas mushafit që kam para vetes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Të dashurit e mi, ishin këto ajetet prej 55 deri 62 të surës Ahzab, që përrafërsisht kanë këtë përmbajtje. Nuk është mëkat për ato, është fjala për gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo faqe ndërlidhet me faqen paraprake, kur Allahu i Madhreshëm u tërhoqi vrejtje njerëzve që të mos shkojnë kohë e pa kohë dhe të qëndrojnë gjatë në shtëpinë e pejgamberit alaihi salam. Thotë Allah, nuk është mëkat për ato gratë e pejgamberit alaihi salam të jenë të pambuluara para baballarëve të tyre, as ndaj djemve të tyre, as ndaj vëllezërve të tyre, as ndaj djemve të vëllezërve të tyre, nipërve të tyre, as ndaj djemve të motrave të tyre. Pastaj thot as ndaj grave të tyre, e as ndaj robreshave
të këtyre kategorive të burrave. E friksonu Allahut, o ju gratë e pejgamberit dhe gratë e muslimanëve, thot Allahu është pranë çdo sendi. Allah di çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Është vërtet se Allahu dhe me lajket e tij me madhërim e mëshirojnë Muhammedin alayhis salam. O ju që keni besuar, madhrani pra atë duke rënë salavat dhe përshëndetne Muhammedin alayhis salam me selam. E s'ka dyshim se ata të cilët e fyen Allahun dhe pejgamberin e tij, ata i ka mallkuar Allahun dynja dhe në ahiret dhe për ta ka përgatitur një dënim të dhëmshëm. E ata që fyn besimtarët dhe besimtaret, përçë ata nuk janë fajtor, ata kanë ngarkuar veten e tyre me një mëkat shumë të madh. O ti pejgamber, thuaju grave tuaja, bijave tua dhe grave të besimtarve, le të vojnë shamit mbulohet të tyre edhe mbi trupin e tyre, sepse kjo është më afër që ato të njihen se nuk janë rrugaqe, e të mos ofendohen prej të tjerëve. Allahu fal gabimet e kaluara, Allahu është mëshirues. Po nëse munafikat, hipokritët dhe ata që kanë zemra të sëmura dhe ata që përhapin gënjeshtra në Medinë nuk ndalen, ne do të bëjmë që ti të dominosh mbi ta e pastaj ata nuk do t'jenë fqin me ty në të vetëm se në një kohë të shkurtër. Do të jenë të mallkuar, ku do të ndeshen, do të kapen dhe do të asgjësohen. Ky është ligji i Allahut dhe ndër ata që ishin më parë në ligjin e Allahut nuk mund të gjesh ndryshim. Pra, sikurse në Kur'an, ashtu edhe në Tevrat, në Zebur dhe në Injil dhe në sahife tjera, fjala e Allahut nuk ndryshon. Të dashurit e mi, këto ishin domethënjet e përafërta të faqes 426 të Kur'anit të madhërisëm. Nga këto domethënje ua kalojmë fjalën juve dhe ju presim të na telefononi dhe të na thoni atë që keni planifiku të lexoni bashkë me ne sot. Presim telefonuesin e parë. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Kush na paraqitet në telefon? Enuara Ismail nga Mitrovica. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Enuara, si ke kalu sot? Mirë. A ke provu me agjeru sot? Jo. Në rregull. Sot sigurisht? A muna me thonë surën Kulu Allahu? Po mund të thuash je drejt për drejt, filla me njerë të lutem. Kulu Allahu ehad, Allahu samed, lem yelit, wa lem yulad, wa lem yekun lahu kufuwan ahad. Të lumt, faleminderit shumë Enuara. Enuarën e presim të na telefonon edhe ditët në vazhdim, ndërkohë kjo mëson diçka prej sureve të reja dhe na freskon me leximin e atyre sureve. Tani të dashurit e mi, presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush në telefon? Ansari, Nga na telefonon Ensari? nga Fushë Kosova. Ensar, mirë se na erdhe. Qa ke për zgjedh sot me lexu me ne? Sot kam përgjedh me lexu surën Alaq. Surën Alaq, a bën gjysmën e surës Alaq. Po, Për shkak se është ditë fundjavë dhe janë njerëzit më të lirë dhe kanë dëshirë dhe ata të marrin pjesë në emisionin tonë. Tualëm rastin dhe mundësinë edhe atyre. Fillat lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. Allahu të shpërblef, faleminderit shumë Ensar. Apo edhe motra? Me shumë kënaqësi. Alo? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Mirë se erdhe. Jam Brez Dragusha nga Fush Kosova. Pa tjetër, Mbresën dhe Ensarin i kemi telefonus të rregullt. Qa ki përzgjedh Mbresa për sot me lexu me ne? Sot kam përgjedh me thonë surën Zelzele. Fillo të lutëm. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ju lumë Mbresa, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera të na telefononi dhe ju dëshirojmë iftar të këndshëm. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo? Alo. Selamu alaikum. Aleikum salam. Qa ke përzgjedh me lexu sot me ne? Filla të lutëm. Lahab. Filla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah shpërblef, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera. A bëne dhe qikën e dajër? Po patjetër, me shumë kënaqësi. Alo? Alo? Emrin të lutëm? Mubina. Mirë se erdhe. Mirë ju dita. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? والأف. Filla të lutëm. أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا في الحق وتواصوا بالصبر. Faleminderit shumë. Allah ju rujtë, ju shpërbleft dhe ju presim edhe ditëve tjera. Iftar të këndshëm. Presim telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefon? Unë quhem unë Egzahiti, jam nga Vushtria dhe jam 7 vjeçar. Allah të rujtë të rritë me të mirat e ti, mashallah. Mirë se na erdhe. Dhe kam për ta mirësoj gjitha dhe kam për ta thënë surën Felek. Fillat lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbil falaq wa min sharril ma halaka wa min sharril ghasikin idha waqab wa min sharril naffathati fil 'uqad wa min sharril hasidin idha hasad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Të lumtur nek. Faleminderit shumë. Krahas mësimit, unë çdo herë e preferoj që një lexues të Kuranit ta përzgjedhni, qoftë Abdusamedi, qoftë Husari, qoftë Minshavi, për atyre të cilët lexojnë Kur'an më ngadalë dhe njihen për mjeshtrinë e tyre në të lexuar. Por edhe këta bashkëkohor që e kemi lexues janë të gjithë të mrekullueshëm. Prandaj
krahas leximit edhe përsëritjeve dëgjoni edhe dikon prej hoxhallarëve në mënyrë që kur ti mësojmë sure ti mësojmë pa gabime. Allahu të rujtë e të shpërblet. Faleminderit shumë, të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh. Vazhdim, presim telefonatën e radhës. Alo, kujt I themi? Selam. Aleikum selam. Kush në telefon? Në jashtëmi sa, vi nga qyteti të Shkupurva, të dëshirova me lexuar surën Kafirun. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Të lumë Sumeja, faleminderit shumë, Allahu të rujtë e të shpërblet. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh, ndërkohë vazhdoni ju të dashurit e mi, mësoni sure të reja dhe ato sure të reja nai lexoni bashkë në ditët në vazhdim. Të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje me telefonata për ta prezantuar mysafirin e parë që është këtu në studio sot me mu. Ajo është Erida. Erida, mirë se erdhe? Mirë se ju gjejtam. Çka ke përzier sot me lexu me ne? Ayatul Kursi. Fillo të lutem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بأيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. Allah shpërblet. Faleminderit shumë. Shumë bukur. Faleminderit. Erida, në klasë je? Në klasën e 6. Klasën e 6. Sa vjeçare je? 12 vjeç. Çu që ke mësuar të spidohen? Kam dëgju vazhdimisht, por e kemi mësuar edhe në xhami. Mashallah. Përveç të spidohes ti din edhe dov tjera, sure tjera, dua tjera. Po. Bukur. Apo të vjen vështirë me mësu përderisa nuk janë në gjuhën shqipe? Jo, sepse gjithmonë e mendoj që jam duke e bërë për Zotin. Edhe duke lexu fjalën e E Zotit të Allahut, Madhërisht. po. Prandaj është një privilegj, edhe nuk ndin muslimani ose muslimane nuk ndin lodhje hiç, por me këmbgulsi e mbrin me emër Zotit tani, Zoti ja çon. E në mësimet e shkollës, a ju pengon mësimi i fesë dhe i Kuranit dhe i këtyne? Jo, asnjëherë. Pa nxon se je? E shkëlqyeshme. Ke marrë pjesë në ndonjë aktivitet në të shkolla ose të xhamia ose dikun për organizime të ndryshme? Po, kam marrur pjesë në garat International STEM Olympiad në Holland për teknologji, matematik dhe gjuhë angleze, ku për gjuhë angleze kam marrur medaljen e artë, për matematik dhe kodim medaljen e bronzë. Edhe gjithashtu kam fituar vendin e dytë në garat që janë organizuar nga Bashkësia Islame. Allah me barik, mashallah, Allah të bekoft, shumë bukur. Në këto fjalët që thojnë se nuk piqojnë fëmijë në xhami se ju bëhet vështirë pastaj mësimi i shkollës, edhe mësimi i xhamisë, edhe i vështirësohet situata, do të thonë nuk qëndrojnë, apo? Jo. Bukur shumë. Na të urojmë suksese, edhe dash Zoti më dhon begati edhe të mirat e tij që të vazhdosh me këtë tempo edhe më mirë se kështu. Amen, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të dashur të mi, Erida na gëzoi, pa mos na gëzoi me leximin e saj të Kuranit dhe njohuritë e saj që ka edhe për fe, por edhe njohuritë e tjera të përgjithshme, gjë që e kanë bërë. Të jetë nxënëse e dalluar dhe të merr pjesë në gara dhe përveç marrjes së pjesë në garat na kthehet edhe me fitore. Suksese edhe të mira. Të dashurit e mi, presim edhe për juve që të na telefononi edhe të na gëzoni po kaq shumë. Alo, kujt I themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Unë jam Esma nga Gjilani. Esma, mirë se na erdhe. Unë sot kam përgatitur surën e Ikra. Deri në gjysmë a bën?
Okay. Fillo të lutëm. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إنا إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كان Allahu të shpërbleft e s'ma falemderit. Të presim edhe ditëve tjerat në telefonash dhe të lexosh me një edhe nga Kurani, edhe nga surët që ti i ke përzgjedh, qoftë surë, qoftë ajete. Falemderit shumë. Të dëshirojmë iftar të këndshëm. Selamu alejkum. Vazhdojmë kështu duke pritur telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Selamu alejkum. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Adea, Adea nga na telefonon? nga Prishtina. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Elhamen. Fillo të lutëm. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Errahman Errahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumt Adeja, faleminderit shumë. Të presim Bala mundet me thonë në Ukrajin. me shumë kënaqësi. Selam aleikum. Aleikum selam. Emrin të lutëm? Tuona. Edhe një herë? Tuona. Tuana, qa ke përzgjedh për sot? Shahadetin. Fillo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Të lumt Tuana, a din për kthimin e shahadetit? Ju. Them që ta mësosh në mënyrë që ta dish se çfarë po thua. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Domthon, kjo është parafërsisht. Faleminderit shumë. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm. Ju presim sërish. Mësoni sure të reja, na telefononi dhe i lexoni me ne ato çfarë keni mësuar. Vazhdojmë duke pritur telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmetullah. Kush na telefonon? Mjalta. Mjalta, nga na telefonon Mjalta? Nga Kamenicës. Nga Kamenica dhe afër Kamenicës. Në rregull. Qa ke përzgjedh sot Mjalta me lexu? Kuvallojën. A kemi na bo Mjalt këtu programin ton? Po. Hajde, bismillah. Kuvallohat Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inshallah, Mjalta, sa vjeçare je? Sa vjet i ki? 4 vjet. Allahu të rujt e të rrit me të mirat e ti. Të presim në ditëve tjera, iftar të këndshëm. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Presim telefonusin. Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Amar gjipin nga Gjilani. Amar, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjitha. Qa ke përzgjedh sot me lexu me ne? Surën Takathur. Mashallah, fillo të lutëm me njerë. Bismillahirrahmanirrahim. Elhakumu takathur hatta zurtum al-maqabir kalla sawfa ya'lamun thumma kalla sawfa ya'lamun كلا لعلمون عين اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسلين إذن النعيم. Amar, faleminderit shumë.
të presim edhe ditëve tjera, po një këshill për gjithë fëmijët, krahas leximit që bëni, merrni një lexues të Kur'anit edhe përsëritni bashkërisht me të, në mënyrë që të mos lëm gabime gjatë nxënjes përmendesh. Allah të rujtë e shpërbleft, faleminderit shumë, të presim edhe ditëve të tjera. Të dashur të mi, vazhdojmë me telefonatat tuaja. Alo, kujt i themi? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, kush na përshëndet? Ajla, Nga na telefonon Ajla? nga Poduiva. Qa ke përzgjedh sot me lexumen e Ajla? Unë sot e kom përgjithë duan e kunutit. Duan e kunutit. Po. Mashallah. Hajde, bismillah. A bën pjesën e parë? Po. Hajde, bismillah. Allahum ina nestainuke wa nastaghfiruke wa nastahdique wa nu'minu bike wa natubu ilayke wa natawakkalu alayke wa nusni alayke hayya kullahu. نشكرك ولا نذكرك ونعلم من يترك ومن يرجوك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار محيط. Të lumt Ajla, faleminderit shumë. Të presim edhe Amon të të dhe mota? Po me shumë kënaqësi. Alo? Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Emrin të lutem? Melisa? Merisa. Po. E gëzofsh. Mirë se erdhe. Mirë se i gjatëm. Çka ke përcjell me zu? Unë sot kam përgatit surën El-Fatiha. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Të lumt Melisa, faleminderit shumë. Ju presim edhe ditëve tjera, mësoni sure të reja dhe na telefononi dhe ndani bashkë me ne atë çfarë keni mësuar. Të dashurit e mi, bëjmë një shkëputje të dytë për ta prezantuar mysafirin e dytë që është këtu në studio me mua, dhe ajo është Rubina. Rubina, mirë se erdhe. Mirë se ju gjatë. Qa ke përzgjedhur sot me lexuar ne? Sot e kam përzgjedhur surën El-Maun. Maun. Fillo të lutem. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يعد اليتيم ولا أشهد ولا يهض يد طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Lumt Rubina, ti në klasi? Në klasën e 6. Jeni shoqe me Ridën? Po. Shumë bukur. Apo na tregon mënyrën se si ke mësu surën Maun dhe si mëson edhe sure tjera? Nga përgatitja e mësuesve që shkojnë në xhami, ato kemi mësuar sure të ndryshme, nga niveli të ndryshme, niveli i parë, i dytë, i tretë, e kështu me radhë, edhe pra mësimdhënësit na tregoj mënyrat të tjera se si mund të mësojmë suret më mirë, më thonë ajat pas ajeti, më spari ajetin e parë, pas taj dytin, pas taj përmbledhës. Duke përsëri disa herë tu të përcjellë, shumë bukur, shumë bukur. Apo të vjen vështirë me mësu suret, përderisa nuk janë gjuhën shqipe, është një gjuhë tjetër që ne nuk e kuptojmë. Jo, mu nuk më vjen vështirë. I kam qef dhe farë sprova në jetë edhe besoj që ka mundësi mi kalu. Me sfidu, do më thonë vetën. Don sfidat. Bukur, shumë bukur. Njerëz që sfidojnë veten edhe mbrin larg, edhe lart, do më thonë, e kështu. Në mësimet e shkollës, sa jep që më thonë në hap me gjeneratën tënde, me shoqet e tua, me klasën tënde, atë paraqet mësimi i xhamisë edhe i sureve dhe i mësimeve fetare, probleme në nxënjen e mësimeve dhe arritjen e sukseseve të shkolla? Jo, mu nuk më pengon, përderisa mësoj edhe në shkollë, por edhe në xhami, sure të ndryshme, atëherë mu nuk më pengon, unë ushtroj në thonë të dyat, lexoj Kur'an, mundohem të mësoj suret dhe po ashtu jetën e
jetën e pejgamberëve tanë, dhe gjithashtu nga shkolla në lëndë të ndryshme, kur kam teste, e kështu me radhë, dhe unë atë më thonë edhe mësaj, por edhe gjithashtu nuk e harroj fjalën e Allahut. Të lumt, ashtu do t'jemi. Do t'jemi të partë në të gjitha sferat. Ke marrë pjesë ndonjëherë në ndonjë aktivitet, ose humanitar, ose gara, qoftë në nivel të klasës, ose të shkollës, ose të xhamisë, ose në një farë formatit të ndryshëm. Ke marrë pjesë ikon? Po, kam marrë pjesë edhe unë gjithashtu në International Summer Olympiad, ku kam marrë ftesën dhe kam shkuar në Holland, ku pastaj edhe jam kthyer me medalje të ndryshme, medaljen e artë për kodem dhe gjuhë angleze dhe gjithashtu medaljen e bronzë për matematik. Dhe gjithashtu do të përfaqësoj edhe Kosovën në Barcelonë këtë vit 2025 në fushën e kodimit. Gjithashtu edhe sa i përket më thonë xhamis, unë shkoj në kurs, siç e përmenda edhe më herët, dhe kemi marrë çmimin e dytë në vendin komunal si xhamia jon grupi jon. Mashallah. Marë spjoleni vën atyre të cilët e akuzojnë fenë dhe akuzojnë muslimanët si të prapambetur, domthonë gjithherë me suksese të mëdha. Ju lumt kjo na gëzon. Mashallah të dyjave dhe mashallah mësuesve, prindërve, edhe shembujt sikur jo i shtoft Zoti. Faleminderit shumë. Na keni dhënë energji pozitive këtu në studio. Besoj që kjo energji pozitive është përcjellë edhe tek shikuesit tan dhe tek dëgjuesit e radios son. Të dashurit e mi, prej kësaj atmosfere të jashtëzakonshme kthehemi tek ju. Të na lexoni edhe të na kënaqni, po aq shumë sikurse këtu në studio këto vajza. Alo, kujt i themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Kush na telefonon? Vlera nga Kosova. Vlera. Mirë se na erdhe Vlera. Telefonusja jon e rregull Vlera. Nuk shkon dita pa Vlerën. Sot do të thonë surën Nas. Qa ke përzjetë sot surën? Nas? Nas, po. Fillot lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Të lumt Vlera, faleminderit shumë. Të presim edhe ditëve tjera të na telefonosh, iftar të këndshëm. Vazhdojmë me telefonuesin e radhës. Alo, kujt i themi? Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Unë quhem Nela nga Prishtina. Nela, mirë se erdhe. Sot kam përzgjedhur ta them surën Idha. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa an-nasrullahi wal fath. أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nela të lumt, faleminderit shumë. Si shkoj dita sot? Falenderoj shumë komentimin dhe i përshëndes mësuesën time. Mësuesën tënde dhe ne e përshëndesim edhe të përshëndesim edhe ty edhe familjen tënde dhe njerëzit e tu të afër dhe të dashur. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm kudo qofshi dhe agjerim të pranuar. Faleminderit. Të dashurit e mi, vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Aleikum salam wa rahmatullah. Kush na telefonon? Unë quhem Erisa nga Kosova. Erisa, qa ke përzgjedhë sot me lexu me ne? Elhamdulillah. Fillo të lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Amin, të lumt Erisa, faleminderit shumë, na kënaqem. Të presim edhe ditëve tjera, ndërkohë mëso sure të reja, na telefonon në ditët në vazhdim dhe na trego ato që i ke mësu. Aleikum salam wa rahmatullah. Vazhdojmë me telefonusin e radhës. Alo, kujt i themi? Alo? Salamu alaikum.
Jeni drejt për drejt. Selamu alaikum. Aleikum salam. Kush na telefonon? Enisi. Enisi nga na telefonon? Nga Prishtina. Qa ke përzgjedh për sot Enis? Surna. Fillot lutëm. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shumë bukur Enis, mashallah. Apo në dhe motra? Me shumë kënaqësi. Alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Emrin të lutëm? Sara. Sara, mirë se erdhe. Nisë u gjeta. Qa ke përzgjedh Sara sot me lexu me ne? Surën Fatiha. Vazhdo të lutëm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Të lumë Sara, faleminderit shumë edhe Nisit edhe Sarës, e dëshirojmë iftar të këndshëm. Allahu ju rujt. Të dashur të mi, vazhdojmë kështu duke pritur telefonuesit tanë që të na telefonojnë dhe të na lexojnë atë që kanë planifikuar zatën. Ky duhet të jetë edhe telefonuesi i fundit për sot. Alo, kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Jam Edimi nga Mitrovica. Mirë se erdhe. Qa ke përzgjedh sot me lexuar ne? Surën Ametese. Amma yatasaalun. A bën 4 apo 5 rreshta, çfarë të dikun? Okay. Fillot lutem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سوف يعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Dhe shumë. Mariam, të presim edhe ditëve tjera zatën. Kjo është telefonata e fundit të dashurit e mi tek ne këtu në studio. Koha po ecë, po fluturon shumë shpejt, sepse ju po bëni që të jetë atmosfera asisoj dhe mysafirët në studio. Para se të përfundojmë, do të kthehemi edhe një herë tek mysafirët tona Erida dhe Rubina për ta përmbledhur bisedën që e nisëm pak më parë. Duke qenë se po themi kështu, ja që montu teorit atyre të cilët e akuzojnë islamin për prapambeturi edhe e akuzojnë muslimanët për prapambeturi me sukseset tuaja, kaq të mëdha duke qenë ju kaq të reja, kaq të vogla në moshë. Atëherë, çfarë mendoni, çfarë do të bëjnë shoqet edhe shokët tuaj që edhe ata të korrin suksese, si në aspektin e njohurive dhe mësimeve fetare, si në aspektin e njohurive dhe mësimeve shkollore? Unë personalisht mendoj se të gjithë duhet të kenë besim në veten, sepse kjo është një ndër kriteret kryesore tek unë, e cila më mundson gjithmonë të jem e gatshme për sfida dhe për gara të ndryshme të cilat mi sjell jeta, po nga aspekti fetar unë mendoj se ne duhet të jemi krenar me fenë që e kemi, fenë islame, dhe vazhdimisht të lexojmë Kur'an, të lexojmë fjalën e Allahut, sepse nuk ka më shumë apo nuk ka më mirë se ne të jemi musliman dhe besimtar të fesë islame, gjithmonë sa herë që ne përtojmë të themi ta falim namazin apo ta lexojmë fjalën e Allahut, do t'i kujtojmë sakrificat që i kanë bërë profetët dhe dietarët e ndryshëm në mënyrë që ne sot të mund ta lexojmë fjalën e Allahut dhe ta falim namazin. Allah të rujt, mashallah. Faleminderit, lumë për prindë që kanë. Po, gjithashtu edhe unë dua ta shtoj pra
si një përmbledhje se çfarë tha Erida. Edhe unë mendoj se pa besimin në vetvete nuk mundesh mia dal, pra më thonë, nëse ti e inkuarion veten dhe nëse thua unë mund t'ja dal, atëherë mund t'i arrish sukseset dhe sprovat që jeta ti qet përballë, po gjithashtu edhe në aspektin fetar, ti duhesh të ketë edhe besim tek Allahu, që Allahu është një dhe i dërguari i tij është Muhamedi alayhis salam. Duhesh të falësh namazin, të përpjekësh që të mësosh arabeshtën, që pastaj të lexosh Kur'an, e kështu me radhë, ti bësh disa gjëra të mira që kanë vlerë shumë. Të lumë, faleminderit shumë. Do më thonë, edhe mësimet të shkolla janë mësime fetare, nuk është veç Kur'ani dhe hadithi mësim fetar. Edhe ato mësime tjera që kanë të dobishme janë fetare. Unë nuk do t'ju ndërpreja, po të mos na ikte minutazha, do t'ju leja të flisni, sepse paski që kam e të regu, elhamdulillah, dhe shembull të bukur, shembull të mirë keni dhënë edhe ti Erina dhe Rubina të dyjat, Allah e rujt. Elus Allah në madhreshëm që këta shembuj Allah t'i ruan e t'i shton ja Rabbel Alamin. Të dashurit e mi, kjo ishte e tëra për sot. Bashkë takohemi nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, por me mysafirët e radhës. Ju dëshirojmë iftar të këndshëm, agjerim të pranuar, ibadete të pranuara. Ju lëm në amanet Allah të madhreshëm. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.